Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së premtes në Korçë, ku një 18 vjeçar ka mbetur i plagosur në kokë, pasi dyshohet se është goditur me mjet prerës nga njerku i tij. I riu u paraqit në spitalin rajonal me plag në kokë, ndërsa hetimet zbuluan se ai ishte plagosur gjatë një konflikti për motive të dobta me njerkun e tij, Niko Baka, 37 vjeç. Burimet bën me dije se ngjarja ndodhi në banesën e bashkëjetuese së 37 vjeçarit, ku ishte organizuar një darkë familjare. Në tryezë ndodheshin djali i saj 18 vjeçar, xhaxhai i të riut dhe persona të tjerë. Gjatë konsumimit të alkoolit nisi një debat i cili më pas degradoi në konflikt fizik. Në kulmin e përplasjes 37 vjeçari dyshohet se mori thikën dhe e goditi të riu në kokë, duke i shkaktuar plagë. Pas ngjarjes ai u largua menjëherë nga shtëpia. Por uniformat blu e lokalizuan autorin e dyshuar dhe më pas bën të mundur arrestimin e tij. 18 vjeçari mori ndihmën e parë në spitalin rajonal të Korçës dhe tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën.